E janë që të gjithë që të shkojmë në një periudhë tjetër kohore. Le të udhtojmë së bashku tek gjenerata e artë, tek ata që morën drejt për së drejti nga burimi, nga Muhamedi a.s. Le të ndalojmë me një rrëfim nga jeta e shoqëruesit më besnik të dashurit të Zotit, që e kishte ndjekur atë hap pas hapi, sfidë pas sfide, gëzim pas gëzim, gjatë gjithë jetës së tij. Aq shumë e kishte shoqëruar sa që Allahu fuqiplot ja pranoi këtë shoqëri dhe në Kur'an e llogariti dhe i tha sahibuhu, shoku i tij, dosti i tij. Pasi kishte ndruar i jetë Muhamedi a.s. dhe ishte zgjedhur Ebu Bekri në krye të shtetit islamik, një ditë kishte vendosur Omeri që ta ndjek, ta shoh ku shkon Ebu Bekri pas namazit të sabahut. Ishte habitur kur e kishte parë se nuk ishte duke shkuar në shtëpinë e tij, po përfundoi te një shtëpi shumë e vjetër. Shikonte Omeri nga jashtë dhe e pa se ishte shtëpia e një plake shumë të varfër, cilën Allahu në fund të jetës së saj e kishte sprovuar edhe me humbjen e shikimit. Në shtëpinë kishte pasur Ebu Bekri miell dhe gjëra që i nevojiten plakës. Kishte hyrë brenda në shtëpinë e saj, ja kishte përgatitur gjithë ushqimin dhe i kishte dhënë edhe të hajë me dorën e vet. Dhe në fund i kishte dhënë edhe hurmë. E bëri këtë Ebu Bekri sa ishte gjallë. E pasi ndroi jetë, Omeri menjëherë vendosi ta bënte të njëjtën punë që e ka bërë Ebu Bekri. E mori miellin, i mori gjërat e nevojshme dhe u nis menjëherë te shtëpia e plakës. Hyri brenda, ja përgatiti ushqimin, i dha të hajë dhe në fund kur vendosi të çohet, të largohet, plaka e pyeti, tha prit, a pas ka ndruar jetë shoku yt? Tha subhanallah, po si e kuptove o zonjë moshuar, tha. Nga e kuptove se nuk jam unë ai, unë nuk fol asnjë fjalë, i bëra të gjitha gjërat që i bënte edhe ai. Tha jo, nuk i bëre të gjitha. Po tha çfarë bënte ai ndryshe? Po ja, tha, ai tha hurmave u largonte edhe thelbin nga brenda që mos të lodhem duke i hënë. Mi pastronte edhe hurmat përpara se të më jap t'i haj. Atëherë Omeri pati vetëm një fjalë, tha: Zoti të mëshiroft o Ebu Bekër, i ke lodhur të gjithë ata që do të vinë pas teje. Duhet të punojnë shumë për të arritur ty. Ta njerëz ishin ata që e kishin kuptuar burimin e mirësisë siç duhet. Kishin marrë frymëzimin nga vetë burimi. Ta njerëz ishin gjenerata që e kishin kuptuar se të bësh mirë për tjetrin realisht është t'i bësh mirë vetvetes. Allahu fuqiplot në Kur'an ka thënë in ahsentum li anfusikum, kur të bëni mirë, i keni bërë mirë vetes. Ti ndihmon tjetrit, realisht që duke i ndihmuar vetes. Po jo vetëm që e kishin kuptuar këtë, shikonin me sa shije, me sa stil të lartë, me sa kujdes, me sa finesa të ëmbla dhe të këndshme e bënin këtë që e bënin. Aq shumë ta njerëz se kuptonin mirë dhe e bënin art edhe vetë dhënien, sa që thuhet se Zejnul Abidini, i biri i Husejnit, të birit të Aliut, nipi vetë Muhammedit a.s. kishte pasur për detyrë, kishte bërë vetes detyrë që në qytet një grupi të njerëzve për vite me radhë kishte quar lëmosh, sadaka, po u aqonte para namazit të sabahut edhe me një erikte. Ata kur zgjoheshin e shihnin se është aty, po nuk e dinin kush ka dhënë. E kuptuan se kishte qenë ai se kur ndroi jetë, u ndaluan në ndihmë. Nuk ju çonte kush të ndihmoj. Kur ja lanë trupin për xhenaze e panë se këtu kishte pasur zi i krahët nga pesha që e kishte bartur çdo ditë. Allahu fuqiplot na bëft të frymëzohemi nga këta njerëz. Ramazani mbi gjitha është muaj i dhënjes. Pejgamberi alayhis salam ishte bujar, por më bujari ishte në Ramazan. Allahu i ruaj, Allahu i bekoft. Vazhdo me faljen e namazit të terapit.